Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Ekspozita e artistes Era Baralia me titull Ritëm ëndrash është një projekt artistik që udhëton hapësirat e padukshme të ëndrës, aty ku ndjesit, kujtimet dhe frikat e mshekta marrin formë përmes artit. Në thelb, Ritëm ëndrash nuk është vetëm një ekspozit, por një kërkim i vazhdueshëm për të përkthyer gjuhën e ëndrave në imazhe që flasin me ndjeshmëri dhe simbolik. Ekspozita fton audiencën të hyjë në botën e pavedisë, ku realiteti dhe fantazia përzihen dhe ku figura njerëzore, peisazhet dhe ngjyrat humbin për kufizimet e zakonshme për të bërë pasqyrë gjendjeve të brendshme emocionale. Kam kënaqësinë të kem në studio për të biseduar për ekspozitën e saj, piktoren Era Baralia. Përshëndetje Era, mirë se erdhe në Art Kultur. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Atëherë, Era, këtë ekspozit e ke pasur më herët në Akademinë e Arteve të hapur dhe tani e ke hapur edhe në Suarek. Po, në radhë të parë ka qenë në galeri, në Prishtinë, në galerinë e Fakultetit të Arteve, ka qenë në shtator, prej 15 shtatorit deri me 29 shtatore hapun, pastaj e kom hapë edhe tash në tetor, prej 18 tetorit në Therant, ku vazhdo të jetë e hapur akoma. Tani, nga jo çfarë pam, pikturat diçka ishin mes ëndrës dhe realitetit, nga teksti dhe nga informata që mi ke dërguar dhe për ta përpunuar intervistën, ishin mes ëndrës dhe realitetit. Si ndikon kjo pavetëdia në procesin e krijues të artistit këtë rast në tëndit të erës? Pavetëdia është një pjesë e krijimtarisë në art, ku mundesh me marrë atë pjesën spontane, linjat ose diçka, ato pavetëdia e veç e shfaq ato që nuk mundesh me thonë të e mendu ndonjëherë. Në këtë rastik, aty je ndalë, sepse nga ajo që ka pash, ti e ke trajtuar përvojën e ëndrës si një univers i fshehtë dhe emocionalisht i ngarkuar, pastaj i cili mbetet ende një mister për mendjen njerëzore. Çka ke dashur të thuash duke filluar që nga këto pikturat, se i kemi nxjerrur pothuajse të gjitha që na i ke dërguar, ishin mjaft ekspresive, me linja të forta, me kontrast? Po, kom dasht me shpjegu pjesën që ëndra akoma vazhdon më kanë mister për pjesën që nuk ka diçka të faktume që pse krijohet ëndra, ose si ndodh që e shohim një ngjarje në ëndër. Jo mundu, punimet janë ëndra personale, jo mundu secilën ëndër me zgjedh ku e ka një mesazh, ka ëndra prej fëminisë, ku i tregoj ato pjesë ma shumë ngjyrshe, ma imagjinare që një fëmijë mundet me pa një diçka në ëndër, ku vazhdon edhe te ëndrat që janë shpesh herë të paqarta, pse ne e shohim një sekuencë ose një skenë në një ëndër, edhe nëse nuk e bëjmë një analizë, atëherë nuk mundemi edhe me kuptu pse qartë ka dalë ajo aty. Prandaj e kom qujtë edhe të paqartë. Ka edhe një pakicë të punimeve që kanë ankthjen si tematik, që është një pjesë e gjumit të shumë njerëzve. E tash, a je inspiruar konkretisht nga ëndrat e tua që i ke pa më herët, që the edhe nga fëmijëria, apo ke përpunuar edhe ëndrat që ndoshta i shohin njerëzit, se the që një pjesë janë nga ankthi që njerëzit mund ta kenë në ëndra në gjumë? Punimet janë kryesisht ëndra personale, se cila e ka një bazë personale, po jam mundu me e trajtu edhe pjesën ku edhe disa njerëz tjerë edhe një shumicë munden me pat njëjtin sen që ndoshta e kom pa jo, eventualisht identike, po diçka të ngjashme, një ndjenjë të ngjashme, një frikë të ngjashme, një emocion të ngjashëm, jam mundu me e transmetu çat pjesë. Po. A mund të konsiderohet ëndra si një formë arti në vete, që është e krijuar nga mendja? Mundet edhe me u konsideru si një lloj arti, për shkak që ëndra merr një pjesë me formu një skenografi, një ngjarje, një zhvillim që nuk ka përbazë as arsye ose ka senet e imagjinume, nuk ka diçka të qartë, ku mundet edhe me u konsideru si një art. E çfarë ndjen ai personi që është në audiencë kur përballet me
figurat e deformuara dhe pejsazhet, ndoshta nëse mund t'i quajmë të pasigurta të këtij projekti imagjinare që janë të bazuara në ëndra. Çfarë ta merr mendja aty që ai person që gjendet para këtyre pikturave ndjen? Unë jam mundu me transmetu ndjenjen që unë e kom ndjek kur e kom punu punimin. Për shembull, një pjesë ku ka punime të ankthit, mundet më vrejt edhe ajo ndjesia që ka diçka të frikshme ose diçka jo të stabile në atë punim. Mendoj që ajo ndjenjë mundet me u përçu përmes artit, dhe është një pjesë ku nuk mundesh me e shfaq në diçka tjetër, po me art pamor mundesh me e shfaq edhe një ndjesi që e ke pas, ku dikush mundet me gjetë veten në të njëjtën gjendje që e sheh. Era, si e ke transformu përvojën personale të ankthit apo kujtimet nga ëndrat, nga fëmijëria në elemente pamore? A i ke qëndruar besnike ato? E ke mbajtur në mend konkretisht se siç ka ndodhur, siç janë zhvilluar ëndrat dhe pastaj i ke pasqyruar, apo i ke vendosur, i ke transformuar, pak i ke bërë më artistike? Normal, jam mundu me thjeshtu deri në atë aspekt ku mundet edhe me u konë pjesë estetike, se krejtë ngjarja normal nuk mundet me u zhvillu identike si që ka qenë, po jam mundu me marrë ato pjesë ose simbolet kryesore që janë shfaq në një ëndër, ato njerëz, ato ngjyra ose ato ndjesi. Në punimet fëminore, për shembull, ka dhe shumë kafshë që cilat një fëmijë mundet me i pa të deformume. Ëndra e ka qatë mundësinë që mundet me deformu. Një realitet me kamuflu me një realitet tjetër, edhe e deformon në atë pjesë që nuk mundesh me e shpjegu, po mundesh edhe me e shfaq me art. Unë e kom gjetë mundësinë me e shfaq me art pamor, edhe qatë sen e kom bo. Po, edhe a se po shoh që i ke disa cikle dhe po ndryshojnë, a janë disa cikle këtu të përfshira brenda këtyre punimeve që i ke bërë? Janë në fakt të ndame në tri kapitoj. Janë ëndrat e fëminisë, qëto ëndrat e paqarta dhe ankthi. Jam mundu qëto tri lloje të ëndrave me i përfshi në ekspozitë. A mund arti të shërbej si një mënyrë për të shëruar ose kuptuar përmbajtjen e fshehtë të ëndrave? Me shëru nuk e di, po mundet me e bo një analizë që nuk mundesh me shpjegu ndoshta me një formë tjetër. Kur bëhet analiza mundet me u qartësu edhe ndoshta ajo ëndra që ti e ke pa dhe të duket pak e pakuptim. Në që mënyrë ngjyrat e zymta, format e lëkundra, përçojnë ritmin emocional të pavetdijes, për shembull të ëndrës, format që i ke përdorur, vijat, ngjyrat, strukturën që i ke përdorur, domethënë ke kaluar pak edhe jashtë dimenzionit të pikturës. Po, linjat janë zakonisht edhe në spontanitet, po gjithmonë të e përquat ndjenjën ose figurën që dënë me e përshfaq. Struktura dhe gjithçka tjetër është për me shfaq atë ndjenjen. Pjesë që kanë të bëjnë me reliefin, e përçojnë pak më shumë atë ndjenjen më të madhe ose më të thellë që punimi tenton me e shfaq. Në këtë rast, për shembull, te pikturat e tua, çfarë ka ndodhur kur ëndra që ti e ke pa është bërë realitet përmes një pikture realisht? Domethënë, ti e ke nxjerr atë ëndër, e ke bërë reale dhe e ke nxjerrë në përhul. Është interesant procesi se si mundesh me pa mas një ëndrën prej një natyre tjetër, ku e sheh ndoshta ti mundesh me ndje ma shumë, kur e sheh përmes simboleve ose ngjyrave tu përshfaq ajo që ti realisht e ke pa ose e ke përjetu kur je kon fëmijë ose me një koherencë të caktuar, edhe është pjesë emocionuese kur e sheh si përfundim punimin. A mund të flasim për pikturat, për shembull, disa nga ato? Ke mjaft ekspresionizëm siç po e shohim, ke kontrast në punimet e tua, vijat e trasha, xeza, ja te kjo për shembull këtu. Si e ke titulluar dhe çfarë ëndre ka qenë kjo? Okej, kjo është po. Disa janë ankth, disa që këto kryesisht janë ankth me natyrë më të vrashta. Po. Kjo është pjesë e një punimit që i përmban në 3 kapitujt të bashkuar. Është e titulluar me Odis, ku kom dashur me përfshi atë rrugtimin që e kom bë
prej ëndrave të fëminisë deri tash çka unë kom përjetu, e kom përfshi tri llojet e punimeve që kanë qenë veç të ekspozume në një punim të vetëm. Nëse ka mundësi regjia na ndaloj, mos na hec pamja, a mund ta diskutojmë këtë piktur? Ja këtë diskutuam më herët. Kjo është matematik prej ankthit, ëndrave që kanë përmbajtur. Shihet ajo pjesa ku ka sy, është ajo pjesa e zgurtullimit, është ajo pjesa e ngulfatjes si një labirint që tenton me dal, po nganjëherë edhe nuk mundesh me gjetë atë rrugdaljen. A ke pasur ti për shembull dëshirë ose që të transmetosh ndonjë porosi përmes kësaj, përmes punimit të pikturave tua që je bazuar në ëndra? A ke dashur t'ju thuash diçka audiencës, atyre që artistëve, të gjithëve ata që vinë dhe i përjetojnë punimet e tua artistike? Normal, po, çdo punim mendoj unë që bëhet për një arsye me tregu një mesazh, sidomos për pjesën e ankthit, kom dashur me përçua atë pjesën që është diçka që shumë njerëz e shohin, shumë pak e përfolin, është diçka shumë normale që veç adin kalon edhe e mban mend si një sekuencë që e ke pa dikur. Si te ëndrat e fëminisë është i njëjti mesazh. Me pa të tjerë që krejt mujna me konë në qatë, me pa qatë sen që e kom pa dhe unë, po në mënyrat të ndryshme, normal. Dhe çka do t'ju thuash njerëzve, për shembull, t'ju thuash që është normale të kesh ëndra të këqija dhe të kesh ankth? Është normale të kesh ëndra kur je fëmijë, sepse ka njerëz që nuk i majnë mend ëndrat, ndoshta edhe nuk e dinë se çfarë është duke ndodhur. Po, normal, që të mesazh kam dashur me përçu, që është diçka shumë normale, pse e sheni ëndër, ose edhe atë pjesën që nëse e merr me bë analizën e ëndrës, atëherë mundesh edhe me gjetë një kuptim pse ajo ëndër është shfaqet te ti, ku mundesh me e spjegu atë pjesën nëse ankthit shfaqet ose diçka, ki pjesën e stresit, ose ëndra tregon diçka që pavedia jote ndoshta vedia jote e injoron, po pavedia jote nuk ka ku me shfaq në gjumë atë pjesë. Edhe më dashur me përçu çet mesazh që është shumë normale me përshfaq ëndrën, me e tregu. Po. Ekspozita në Suarek është ende e hapur? Po. Dhe deri kur do t'jetë e hapur? Deri në fund të muajit tetor. A ke plane të bësh ekspozitat e tjera, të hapësh në për vendet e tjera, të marrësh pjesë në për ekspozita kolektive ndoshta? Po, normal, planet të sakta nuk është që kam, po dëshirën po, normal, me marrë pjesë. Mirë, era nëse nuk e diçka për të shtuar bisedës që e bëm, për planet e tua për të ardhmen dhe për ekspozitën ndoshta, ne këtu do ta kishim përmbyllur intervistën. Okej, në rregull. Jo, nuk kam diçka për me shtu. Era, faleminderit për kohën, faleminderit për kohën që ndave për shikuesit e RTK-s, për të ardhur këtu në studio, për të zhvilluar intervistën. Faleminderit për intervistën. Faleminderit edhe juve për mundësinë e dhënë. Faleminderit. Rruga Marim Barleti në qendrën historike të Prizrenit, po i rikthehet identitetit të saj historik përmes një projekti restaurimit që po hyn në fazën përfundimtare, njoftuan autoritetet lokale. Punimet përfshin restaurimin e fasadave tradicionale dhe ruajtjen e elementeve arkitektonike origjinale me synimin për të mbrojtur dhe promovuar trashëgiminë kulturore të qytetit. Ndërtesat përgjatë rrugës po përshtaten për funksionet të reja kulturore dhe turistike, përfshirë hapësirat artizanale, ekspozita dhe biznese lokale, duke dhënë zonës një jetë të re ekonomike e sociale. Pas përfundimit të projektit, rruga Marim Barleti pritet të shndrohet në një nga hapësirat më tërheqëse të qytetit, duke u bërë shembull i mënyrës se si trashëgimia kulturore mund të jetë motor zhvillimi dhe mirëqenie për komunitetin në Prizren. Galeria Kombëtare e Kosovës Qafa ka hapur thirrjen për programin vjetor 2026, duke ftuar artistë,
Kuratorë dhe organizata kulturore të paraqesin propozime për ekspozita dhe projekte ndërdisiplinare që do të zhvillohen gjatë vitit të ardhshëm. Sipas njoftimit të institucionit, thirrja është e hapur për projekte artistike edukative ulëmtuese dhe multimediale që përfshin mediume të ndryshme si piktura, skulptura, grafika, instalacion, fotografi, video dhe performanca. Ekspozitat mund të realizohen si brenda ashtu dhe jashtë hapësirave të galerisë kombëtare në qafë në bashkëpunim të ngushtë me stafin e galerisë. Programi synon të nxjisë bashkëpunimin ndërdisiplinar dhe të mbështetë zhvillimin e praktikave bashkëkohore të arteve pamore në Kosovë. Inkurajohen aplikimet nga komunitetet dhe individ që ofrojnë qasje të reja në art dhe kulturë, thuhet në njoftimin e galerisë. Të drejtë aplikimi kanë vetëm qytetarët e Republikës së Kosovës, ndërsa afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është 23 dhjetor 2025. Është mbyllur edicioni i tretë i simpoziumit ndërkombëtar Intertransdisiplina Filozofema, organizuar nga Shoqata e Filozofëve të Kosovës në bashkëpunim me Departamentin e Filozofisë. Ngjarja zhvilluar më 20-21 tetor në Prishtinë, mblodhi studiues e profesor nga disa vende për të diskutuar mbi inteligjencën artificiale, imazhin dhe filozofinë. Në ditën e parë me temën The Question Concerning AI, pjesëmarrësit trajtuan ndikimin e inteligjencës artificiale në mendimin bashkëkohor, etik dhe arsim, duke u frymëzuar nga pyetja heideggeriane mbi teknologjinë. Akademikë nga Austria, Kroacia, Libani, Maqedonia e Veriut, Holanda dhe Kosova analizuan çështjet që lidhin teknologjinë me identitetin, pushtetin dhe përgjegjësinë. Dita e dytë me temën Image, Film and Philosophy hapi diskutime mbi rolin e imazhit dhe kinemas në formësimin e përvojës njerëzore në kohën e teknologjisë vizuale. Kumtesa trajtuan estetikën e horrorit, trupin ekstrem, kohën dhe hermeneutikën e imazhit, ndërsa programi u mbyll me shfaqjen e filmit Abschied von Gestern në Alexander Kluge të shoqëruar me një debat mbi kontekstin kulturor të veprës në Kosovë. Sipas organizatorëve, edicioni i tretë i Filozofema e ktheu Prishtinën në një qendër ndërkombëtare debati mbi marrëdhënien njeri-teknologji-imazh, duke ndërlidhur filozofinë me artin, etikën dhe estetikën bashkëkohore. Edicioni i 6 i festivalit PEA Jazz nisonte dhe do të zgjasë deri më 26 tetor, duke sjellë 4 mbrëmje dhe 4 performanca që bashkojnë komunitetin artëdashës në qytetin e PEA-s. Festivali sjell në skenë artistë kombëtar dhe ndërkombëtar, të cilët eksplorojnë nuancat e ndryshme të muzikës jazz. Çdo mbrëmje nis në orën 20 në kinemanë e qytetit Jusuf Kërvalla, ku dashamirësit e jazzit mund të shijojnë një repertor të pasur dhe magjinë e këtij zhanri, duke përkujtuar edhe lidhjen e veçantë që muzika jazz ka pasur historikisht me komunitetin lokal. Sonte Ilir Bajri dhe trio Introspective, mbrëmja e dytë Adrian Brandeis, pianisti francez që bashkon jazzin evropian me ritmet latine. Mbrëmja e tretë Rina Kaçinari dhe Orva Saleh, dyshja që krijon tinguj unik në një format bashkëpunues. Mbrëmja e katërt në fundjavë La Shëndsata dhe Mahari Trio, Francesco Leo në tastier, Daniel Raciti në kitar dhe Federico Gucciardo. PEA Jazz 2025 premton një eksperiencë të veçantë muzikore, duke bashkuar talentet vendore dhe ndërkombëtare dhe duke rikthyer publikun në magjinë e jazzit në një mjedis intim dhe të pasur artistik. Korça do të mirëpres 10 artistë ndërkombëtar nga 28 tetori deri më 1 nëntor në edicionin e 15 të kolonisë së piktorëve Ditët e Mios. Ngjarja më e madhe e këtij lloji në Shqipëri, njoftuan organizatorët. Kolonia organizuar nga Bashkia e Korçës dhe Qendra e Artit dhe Kulturës mbledh piktorë nga vende të ndryshme të botës për të krijuar dhe ekspozuar veprat e tyre në hapësira të ndryshme të qytetit, duke e kthyer Korçën në një muze të hapur. Artistë nga Italia, Greqia, Finlanda, Bullgaria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut do të marrin pjesë në këtë edicion, duke sjellë stile dhe ngjyra që pasqyrojnë trashëgimi të ndryshme artistike dhe kulturore. Ditët e Mios janë kthyer në një traditë të përvitshme që ndërthur artin me jetën urbane, duke nxitur bashkëpunimin ndërkulturor dhe promovimin e Korçës si një qendër të rëndësishme të artit në rajon, thanë organizatorët. Eventi mban emrin e piktorit të njohur shqiptar Vangjush Mio, pioneri i pikturës impresioniste në Shqipëri. Biografia e herojit kombëtar shqiptar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, e shkruar nga historiani zviceran Oliver Jens Schmidt,
do të promovohet të shtunën me 25 tetor në Cyri, njoftoi shtëpia botuese Dora Distria. Ngjarja do të zhvillohet në orën 14 dhe do të ketë pranishëm autorin profesor në Universitetin e Vjenës, i cili do të mbajë një ligjëratë mbi rëndësinë historike dhe kulturore të figurës së Skënderbeut. Libri i Schmidtit, i përkthyer në disa gjuhë dhe i diskutuar gjerësisht në qarqet akademike evropiane, konsiderohet një nga analizat më të plota dhe më të balancuara mbi jetën dhe veprën e Skënderbeut, figurë që ka ndikuar thellë në historinë dhe identitetin kulturor shqiptar. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe na pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Mos harroni, jemi gjithmonë live në rtklive.com. Të nderuar shikues, ne këtu e përfundojmë magazinën në Art Kultur. Ju falenderojmë që na ndoqët, mirupafshim nesër.